Jemi mësu çdo të hane me I pas gjyshet tona, gratë tona, shqiptare, kosovare të mira që veç ato që është din më konë. Unë kom pas rastin edhe kënaqësinë me ardhë të një gjyshe që definitivisht ma ka ndreq ditën sot. Bile mu I me thonë që jem konë shumë e mlefosme dhe me nervoz, edhe kur e kom dëgju, o zot, ma gru pozitive, ma punëtore, ma nuk di bre, nuk di. Unë sot e kam derin edhe kënaqësinë me e taku Gjemile Krasniqin, për ma shumë dje keni storjen vazhdim. Po donë mysafir o gjyshe. Po, gjyshja Gjemile, o blet punëtore. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Qysh je? Mirë, faleminderit. Mirë, a e lodh? Jo. Qysh ma ke kalu ditë sot? Super, si zakonisht. Pak vrant, po... A të pëlqen që kjo ko? Pëlqen edhe së më pëlqen. Faleminderit që na ke pranu në shtëpinë tonë dhe na ke hap derën në shtëpisë. Më tregon se çfarë do me na përgatit sot. Spali faleminderit edhe për juve që gjithherë jemi në kontakte me televizionin e ATV-s, gjithherë jemi ne mikprisja të juve patjetër për çdo program që është, e sot do përgatisim një hallë. Duke ndryshuar nga bleta dhe këshilli lokal, sot do të përgatisim domethënë gjëra tradicionale hallëve. Hallëve. A është problem se a I ki pa dy mu mbot e bardhë? Jo, nuk bëhat e bardhë. Sohemi na mi bat kuqe. Kuqe. Si gjyshet, aman si gjyshet. A më tregon fillimin tënë kur ke gatu? Fillimi jem kur kam gatu, ndoshta nga mosha 12 vjeçe I kam një munanës, masanej tu rrit, tu mësu e tu ndryshu, gjërat ndryshojnë, masanej kur erdha te burri, ushqimet si zakonisht familja ndryshon prej familjes, e kështu që zëherë ndryshon. Nuk është që ndryshojnë ushqimet, po ndoshta aty na përpara kanë bë pite me petë nëna tona, kur kanë marrë këtu kanë bë pite me rreth. Po. Gjithherë ndryshojnë, diçka. Njëjti sen, veç përgatitja ndryshe. Përgatitja ndryshe, se nuk është ndonjë gjë tjetër përveç se përgatitja ndryshe. Për me përgatit një hallë, duhet me qit vajin, kështu që kena bëna. Duhet me qit kështu sheqer, kështu e bëjmë na nana tona vjehra, edhe kështu. Ke mësu prej nanës edhe vjehrës. Nanës edhe vjehrës, domethënë është recepti I njëjti hallëves, nuk është që ndryshon. Këta e përzim derisa të skuqet. Pak ndoshta edhe bëjnë azhurëm. S'ka lidhje me se do bëhet e mirë. Po, do bëhet e mirë, patjetër. Ndolemi pak të pjesa e punës, bledve, qysh ja del, ndoshta më konë edhe një grua e përkushtume, se është interesant. Mosha e ju, kur ju shoh so punëtore, so gjallnike. Mosha ime ndoshta një fëmijë që më rrit me punën. U martova tek punëtorët. Tek një familje që filluam një treg të merrem, domethënë treg nuk ka don kushte, don bashkëpunim, don familjarizëm, don punë pandalshme, edhe prej aty domethënë si na nal asnjëherë. Gjyshes Gjemiles po bëj kam ju anku. Se buni ju ankuve, buni thethët dëmbelicë. Jo, nuk I pranoj ankesa se nuk ma thot truni. Unë I marrë dhe këshillat e njerëzve shumë, fatmirësisht e kem një person këtu në familje që na jep shumë këshilla, thot puno sot edhe punën mos e le për nesër, puno për të ardhmen, jo për të kaluarën që ke kalu, do me thonë shih që ki për para ju mbrapa, mos u kthem mbrapa dhe kështu e ku marrë forcën edhe sot I ku marrë këshillat e tina. Ndoshta me thonë drejtën e kam kunat, po e kam si vlla, e kam si prind ndoshta se na jep këshillat gjithherë për të mirë. Edhe fal tina, fal bashkëpunimit tina, sot jem këtu ku jem tonë familja, po dhe asnjëherë s'di më dorëzu me thonë një mblodh, nuk është punë e jemja. Jo bën e ti. Jo bën e ti, jo. Unë e fatmirësisht ta thash jam edhe përveç se nan jam edhe gjyshe. Jam gjyshe edhe e shtëpis tash që 4 muaj 2 javë. Po jam gjyshe edhe. Po e shtëpis. Edhe vajza I ka 2 qika 1 djalë. Kështu që jam gjyshe edhe nga qika, po edhe nga djali. Andole me tash të që kjo pjesa, po du me nditë sa është kënaqësi kur bësh gjyshe, se nanë është ndjenje pa përshkrueshme, po gjyshe. Të rikthehesh në jetën e fëmijërisë, vazhdon në rritesh, që ke gjetë dikon
Për shembull, tu kam marrë nuse, kam gjetë një vjeher, e masani dhe ajo bë gjyshe, tash edhe unë vjeher edhe gjyshe, kështu që veç shkon procedura shkallë, gjeneratat ndryshojnë, e merr jetën me mirë kuptim, nuk e merr veç se kush ka u bë ose ku plaka, jo, nuk du të plakën vjet shkojnë, po unë jam kjo që jam. Mosha veç numër. Bosha veç numër, për ndryshe sa i përket mendjes, sa i përket veç fjellësh, kur gjë tjetër. Që je jeto për të ardhmen, kur mos jeto për të kalunën. Pavarësisht çfarë sfidash kena kalu, se jem si fëmijë, si nanë, gjithë ka ndryshu gjanat, e tash ka ndryshu, që po thojnë vjehrat, ka ndryshu për nuset, jo, ka ndryshu edhe për neve. Se, dallimi është që ka ndryshu edhe për ne vjehrat. O ka ndryshe, tash është ndryshe. Kena la pjata me dorë, tash lajna maqina. Kena la tesha në dorë, tash lajna maqinë. Do me thonë nuk kanë orë të mirat veç për nuset. Kanë edhe për neve. Se ti nuk duhesh dërzosh, je ba vjerë sot, i ke marrë nuset dhe leja punë nuset. Po, sa deshta me pyte dhe që ta je moderne, se këta po i quajnë moderne edhe gjyshe edhe vjera tradicionale. Do shta nuk jem shumë moderne, po i kam një mirë kuptim edhe me nusën, kështu që faleminderit Zotit që kam këtë familje që kam të fillun nga shorti, djali, nusja, 3 vajzat që i kam mrekullueshme, nipi, mbesat, kështu që. Sa ka qenë edhe sa është vështirë, unë ndoshta seri po du me dit ajo pjesa kur martohesh, vjen nuse, bohesh non, tana dhe gjyshe. Po ta thash që mos më kthyshëm në atë kohën rikfers. A është po. Ndryshon, ka ndryshu shumë, po ka ndryshu edhe në të mirën e gjyshe, po në të mirën e vjehrat, do shta tash vjehrat janë matë kuptuta, do, po flasë, do shta ka dhe pa kuptuta, hala, nuk i di, po që gjenerata jem, ka ja, mendon ti që du të më ku vjera e vështira? Jo, pse t'jetë vjera e shtirë, kur u kanë vjera nuse, a ka pas qef me pas vjera në shtirë? Jo. A ka pas qef matrat e burit me u përzi? Jo. Po atëhere, bënu me nusen, bënë nusen si qik, qka s'dën ti mi ba qik s'tane dikush? Mos ja bëre nusës, edhe kështu që nuk ka ndasi. Në mëjtë të tranove mu krejtësat. Ma të përqovi valonjere. Përqovi sa. O, zë qëfar pozitiviteti ma kje, po kare nuk pas në ndikë si njerë. Pozitiviteti, u manë këtu ku jam. Se nuk është letë punash, përveç se jam bletare, jam këshill lokal, antare e KKSB-s, edhe jam shoqat, kulturore e traditës në komunën në Obiliqit. Sa janë njës ditën dhe? Ditën faktikisht e kam 48 orë, po aq ori ka dita, nuk ka ma shumë për krejt edhe për mu. Po që puna, forca, këshilla ta thash, të kujt i ka marrë, edhe se djem mjaft krenare dhe mjaft me njose, personit që mu më ka dhëmë forcë gjithëherë. Dhe me thënë këto jem fjallët e kunatit, nuk e kam bla, po e kam kunat, edhe e kam matë bukull se unë. Po fjallët e kunatit të janë që mos jeto për të kalunën, po jeto për të ardhmen. Po no për të ardhmen, jo për të kalunën. E do me thonë kjo është sfida që unë e kam kalu këto gjenerata. Faleminderit Zotit që një familje e kam të shnosh, e kam mirë kuptus, e kam shoqnin e shnosh, po gjithëherë mbrapa e kam kënë për mena. Kunatin. Përveç familjes që kam në shpi, e kam edhe ato që e kam si për këshilla, si për shkadush, e kam do më thonë gjithëherë edhe jem shumë e njësë. Sa mirë edhe kënaqësime dhe gjuhë, fjallë të mira edhe për kunat, edhe për nuse. Po, na nuk mujna me konkret familjar, nuk mujna me konkret vllazën e motra. Ti ke la një familje për marrë kjo familje. Edhe gjana ma e mirë është që tek në jetë punojmë për jetë shnosh. Jo për jetë me sfida, ka thënë kojshia, apo ka thënë fshati dikush. Po jetojmë për një jetë shnosh. Sa mirë që s'ma haroni kur as kamermanin. Ja, na kamermanin gjithë qysh, mos me harron. A ulemi qëto? A qëty qështu? Ulemi qështu, të një më mirë është. Halven po, si zoja po, 2 minuta pun po. Ta shka në mbetet? Me shiu? Me shiu edhe na buft mirë, faleminderit shumë edhe njere.
His ka përse, është kënaqësi të kem punë me televizionin e ATV-s, kështu që për mua është një nderi veçantë. Faleminderit, po më dhimem tash pak se kur të shohin këtë hall, veç erën që nuk jo të janë ndi ball, me bo kamerat me erë, mi ndëgju sa të shishme. Ta provoj edhe ti dhëm që të nësy, apo më pëlqen, as po më pëlqen. Pa tjetër. Ju po t'jekësh. Nanë më falë, pe boj ka hallën ma mirë së te. Më shin turtë. Po mirë. Hallëve nja hungra. E pa dredha se këm dërmend me shku, o zot farë bashqe, gru ma puntore, ma të zoje, nuk kom po. Ama po knaqna se çdo ditë po mësoj. E prej intervistës sotit mësova që duhet me konë shumë pozitive dhe mos me mendu kur gjo negativisht edhe veç me këshyr të ardhmen. Bejo, krejt mirat.